Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Hristijan Mickoski nuk ka komentuar paralajmërimet e euroambasadorit Mihalis Rokas, i cili tha dje se ka aktivitet intensiv diplomatik për zgjidhjen e çështjes me Bullgarinë dhe se liderët e Bashkimit Evropian do të vizitojnë Shkupin në periudhën e ardhshme dhe në 2-3 muajt e ardhshëm do të ketë përparim në këtë çështje, por Mickoski tha se deblokimi i mundshëm i procesit nuk varet prej Maqedonisë së Veriut, por prej disa faktorëve të tjerë. Ai shtoi se antarësimi në BE është qëllim strategjik i vendit, por procesi duhet të bazohet në merita. Qytetarët e Maqedonisë dhe shteti në tërësi presin një rrugë reale drejt BE-s, diçka që e kemi pritur për më shumë se 2 dekada dhe e cila do të bazohet në kriteret e Kopenhagës, në një sistem të bazuar në merita dhe as më shumë e as më pak se çfarë morën të gjitha ato shtete antare që u antarësuan dhe jo në zgjidhjen e kontesteve bilaterale. Ne nuk do duhet të lejojmë që ardhmja e Evropës të jetë e varur nga zgjidhje çështjeve bilaterale që nuk kanë të bëjnë me shekullin 21, por janë të lidhura me diçka që kanë ndodhur në mesjetë. Në lidhje me reagimin e fundit të MPJ-s bullgare, të cilët akuzuan Mickoskin se promovon teza manipulative dhe të rreme, të cilat mund të konsiderohen si ndërhyrje reale në punët e brendshme të Bullgarisë, kryeministri tha se i vjen keq që ministri i ri i jashtëm bullgar harron që politikat e fqinjësisë së miri janë themeli një perspektive evropiane dhe se jemi partner në NATO. Ndërkohë nga Ministria e Jashtme e Maqedonisë kanë reaguar duke thënë se Bullgaria po përpiqet edhe një që përgjegjësinë për mos përmbushjen e detyrimeve ndërkombëtare ta bartë mbi vendin tonë. Zotohemi fuqishëm për zhvillimin e marrëdhënieve miqësore ndërmjet dy vendeve dhe për zgjidhjen e të gjitha çështjeve të hapura përmes dialogut të barabartë, sjelljes së përgjithshme, respektit dhe mirëkuptimit të ndërsjellët. Në këtë drejtim presim një qasje po aq konstruktive nga Republika e Bullgarisë, bazuar në respektimin e plotë të qëllimeve dhe parimeve të Kartës së OKB-s dhe rregullave të së drejtës ndërkombëtare, sepse kjo është në interes të qytetarëve tanë, në interes të dy vendeve dhe në mbështetje të forcimit të paqes rajonale, stabilitetit, sigurisë dhe perspektivës së përbashkët evropiane. Përplasjet erdhën pas deklaratës së djeshme të kryeministrit Mickoski, i cili kërkoi njohjen e aktvendimeve të Strasburgut për komunitetin maqedonas në Bullgari dhe njohjen e gjuhës, kulturës dhe veçantisë maqedonase.